Rruga Qukës Qaf-Ploq është vërtet një projekt ekonomik i gabuar. Nuk është fjala se është i gabuar si lidhje alternative me Korçën, por si projekt inxhinierik. Është një projekt i miratuar nën qeverisjen e Sali Berishës dhe kompanitë janë përzgjedhur nën pushtetin e tij, kryesisht në lobimin e ish-ministrit të financave, Ridvan Bode, që u pasua me pojë zell nga socialisti i ri më i rëndësishëm i qarkut, Niko Peleshi. Tani, me që Belinda Balluku është një qendër të vëmendjes për shkak të përballjes me drejtsinë, shikoj që janë turur të gjitha saj dhe për këtë projekt. Në këtë projekt, Balluku është vrima e fundit e kavalit. Ai ka nisur nga Sokol Ulldashi, ka vazhduar me Haxhin Aston, Gjik Nurin dhe Balluku është ministria e fundit që ka pasur punë me të. Po t'ishte gabim zbatimi, do ishte dëmi më i lehtë pasi e zgjidhje me kompaninë ndërtuese. Problemi është tek projektimi i rrugës dhe akoma më keq tek ideja e ndërtimit të saj. Nëse do gjykosh atë, duhet qosh para drejtësisë dy kryeministrat, Berisha dhe Rama, dhe gjithë ministrat e infrastrukturës që nga 2012 kur ka filluar procedura.